që ndarjet kur është kriju qeveria e Sakifës, me njëherë mas profetit Muhammed. Mirë po, Aliu u ka tërhek nga një person që ka qenë bështetësi për krasi, zavenci i profetit, a i shkoje dhe u bo një punëtor krahu. Deri në 25 vite, kur Osmani, Khalifja e tret, u mbyt, atëherë lutën Imam Aliun, amanit qoftë, eja në pushtet si khalife, por a i veç e kishte atë lidersin shpirtërore, imamatin e premtuar nga Zoti, edhe nga profeti, një amanet që nuk u kry, se profeti tha, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, e jo të humbur e shkatruar, po ju lë dy gjëra, Kitabullah, wa itratu ahlul bejt, librin e Zotit dhe familjen profetike. Prandaj, një përmisim, kur nuk ka qenë dëshira e Imam Aliut për pushtet. Madje, shikoni sa interesante, sepse kur mas profetit Muhammed janë bo edhe shumë luftra, mandej Omeri, Khalifja e dytë, e ka pushtu komplet Persin. Mirë po Imam Aliu s'ka qenë pjesëmarrës.